E braktisë e dashura 15 vjeçari telefonon urgjencën, ndihmë, po humbas kontrollin. Itali. E dashura e tij e braktisi dhe një 15 vjeçar përfshihet në panik dhe telefonon policin. Ndihmë. Kam frikë se po humbas kontrollin. Një polic në anën tjetër të telefonit filloi një bisedë me të riun duke qetësuar derisa mbërriti ndihma në një moment dëshpërimi dhe paniku pas përfundimit të një lidhje romantike. Një 15 vjeçar telefonoi numrin e urgjencës policore dhe kërkoi ndihmë. Kam frikë se po humbas kontrollin. Ngjarja ndodhi në Lido degli Estensi në zonën e Ferrarës, Itali, ku i riu ishte me pushime me familjen e tij. 15 vjeçari telefonoi urgjencën në fund të pasdites së 16 gushtit dhe kërkoi të fliste me dikë, nga frika se mund të humbiste kontrollin, madje duke menduar të merrte masa ekstreme pas zhgënjimit të tij romantik. Në anën tjetër të linjës, oficeri policisë, duke ndjerë natyrën delikate të telefonatës, filloi një bisedë të vazhdueshme dhe qetësuese me të riun. Biseda zgjati mbi 10 minuta. Oficeri më pas arriti ta qetësonte adoleshentin dhe e bindi të priste jashtë për ndihmë. Mbërritja e ndihmës si dhe urgjenca spitalore arritën menjëherë tek 15 vjeçari, i riu vlerësua nga stafi mjekësor dhe infermierët dhe nuk kishte nevojë të dërgohej në spital. Djali i cili ishte shëruar ju kthye prindërve të tij, të cilët mbërritën në vendngjarje menjëherë pas kësaj.